Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po takohemi në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin për të komentuar edhe për të trajtuar edhe një herë temën të Albës. Alba Pollozhani me vendimin e saj, për mendimin tim vendim të drejtë, u largua mbrëm nga shtëpia e Big Brother VIP Kosova. Në fakt ripërsëritet historia. Alba në të njëjtën pikë, edhe në Big Brother VIP Kosova, edhe në Fermën VIP, nuk arriti dot deri në finale, edhe pse një banore shumë e përkushtuar në lojë. Më kujtohet një fjalë nga Olta Gixhari që ja thonte shpesh Albës. Alba, jetohe lojën brenda, kënaqu brenda kësaj loje dhe mos u përfshi kaq shumë në lojë. Domethënë mos luaj 24/7. Mendoj që banorja e cila ka qenë më e fokusuar, banorja e cila ka qenë më e ingunjuar në punë, në projekt, le ta quajmë kështu. Unë këtë i them punë kësaj, sepse fundja fundit to janë paguajtur për qëndrimin aty. Unë e di që këto ka një kontratë që marrin lek për sa ditë qëndrojnë brenda në shtëpinë e Big Brotherit dhe uroj me zemër në fakt që të jetë paguar Alba si të gjithë banorët e tjerë. Alba e dha shpirtin dhe nuk është në finale. Jo e merituar, sepse Alba e meritonte të ishte në finale. Kjo nuk është një merit që Alba ka dalë nga Big Brother VIP Kosova në këtë pikë të lojës, sepse për mendimin tim i kaloi të gjitha ato katrahura që u bën nga ana e produksionit, kaloi një dhimbje të madhe shpirtërore nga ana e Limit, marrëdhënien me Dolçen, etj. Dhe sot në këtë pikë të lojës ku Alba do të ishte finalistja e parë, jam jashtëzakonisht i bindur, Alba nuk është brenda kësaj shtëpie. Në Instagramin e Albës kanë reaguar shumë imazhe të njohura, ndërto është ylli i Fermës VIP, i cili në fakt e ka mbështetur Albën gjithmonë publikisht, prej natës së mbrëmshme ku Alba është larguar nga shtëpia e Big Brotherit, kemi reagime të ndryshme për Albën, domethënë mbështetja është jashtëzakonisht e madhe nga ndjekësit e saj, e qetë në pamje, e fortë në shpirt është një shkrim, thellë në brendësinë e saj, mos harroni, ka një shpirt me shumë ngjyra të tjera, edhe nuk është e keqja e askujt që Albën domethënë e kanë mbështetur. Alba, vendimi jot na ka emocionuar, je shumë e përshtatshme për Shami, do të shkëlqen, je kukull, do t'jesh edhe më shumë kukull. Do me thënë pjesa e Shamis ka qenë pjesa kryesore që në fakt popullin shqiptar e ka prekur. Një shkrim, një reagim në Instagramin në story të Albës vjen nga Nora Muja, e cila shkruan: më ka pëlqyer shumë opinioni i të dashurit ton Valdrin Saitit, jo vetëm për një designer i shkëlqyer, por edhe një njeri që i gjen fjalët më të bukura për t'i thënë në momentin e dur. Do me thënë, më pas është bravo të qoftë për vendimin që more dhe që këtë herë tregove maturinë ndaj vetes, të gjitha ata që u munduan të manipulojnë situatat ndaj teje, të gjitha ata gjatë gjithë kohës duke të shfrytzuar në çdo mënyrë dhe duke t'i prerë të gjitha video që ishin në favorin tënd, ky ishte vendimi më i duhur i jetës tënde. Bravo, shumë e madhe për ty, dhe që sonte nuk i le të luajnë me ty dhe pranove të largohesh, sepse këtë gjë e kanë pritur prej kohës që ti të dalësh nga aty. Por e rëndësishme është që ti të ishe kryevepra dhe kryefjala e këtij Bigut. E tashme këshyrni se kush e mban Bigun pa Albën. Okej, në rregull, unë e di që Alba, e thash, kishte një rol domethënë shumë të rëndësishëm në Big Brother. Mendoj që dalja e Albës nuk është dështimi i Albës, por është dështimi i produksionit, sepse nuk është banorja e parë që largohet në këtë formë, nuk është banorja e parë që largohet në këtë pikë, dhe nuk është banorja e parë që largohet duke mos qenë e kënaqur me formën se si radhiten videot dhe se si dalin videot. Tani dua të jemi sinqert. Alba nuk është hera e parë që grindet me produksionin për videot. Edhe më herët në zënkën e madhe në fillim që kishte me Elionën dhe Benitën, do me thënë produksioni
ishin munduar që Albën ta nxjerrin në atë formë. Në zënkën apo në lojën që Klodi, Eliona dhe Londrimi kishin bërë, Alba doli si një përndjekse, të paktën ashtu e nxori produksioni. Dhe në natën e mbrëmshme Alba ishte sa më keq. Unë mendoj që produksioni në këtë rast dëshironte që ta nxjisë situatën sepse ishte vetmja Alba që bënte lojë. Alba fliste me pasqyren, Alba ngacmonte banorët, i gjuajti me miell Labinotit. Unë mendoj që është në kuadër të lojës sepse kemi parë në Big Brother VIP Albania që është gjuajtur me sheqer, kemi parë në Big Brother VIP Albania që është gjuajtur me vezë. Do me thënë, janë lojra që bëhen në një reality show siç është Big Brother, dhe mua nuk më duket asnjë gjë jo normale në qoftë se Alba do të përdorte një strategji të këtillë. Do me thënë, Alba ishte nën presion të vazhdueshëm të produksionit sepse i bindur jam që loja kërkoheshte vetëm nga Alba sepse banorët e tjerë janë të gjithë në gjumë. Tani, medaljen nga Alba, do me thënë shikueshmëria e fundit, apo ajo shpresa e fundit, ajo pika e ujit e fundit ishte Alba për pak klikime. Alba u largua, tani kanë mbetur banorët, ju e dini shumë bukur se sa lojë kanë dhënë dhe çfarë strategjish kanë përdorur apo çfarë shikueshmërie kanë pas. Ky Big Brother gjithmonë është ndjekur për debatet e Albës, skandalet e Albës, klikimet e Albës, sepse ndoshta Alba në ndjesinë e saj u tregua sinqert, apo ndoshta Alba në ndjesinë e saj ka dashur që ta bëjë lojën që ky Big Brother të mbahet mend për fenomenin Alba. Kjo gjë nuk dihet, vetëm Alba e di në momentin që ajo do të flet dhe do t'i sqarojë të gjitha këto të vërtetat për ndjesitë e saj. Edhe Alba mbrëm, do me thënë, mua mu duk më e sigurt se kur për ta marrë vendimin për t'u larguar nga shtëpia. Ndoshta nuk e gjente më veten brenda atij formati, nuk e kuptonte dot presionin përse po i bëhej kaq shumë, nuk mundeshte më dot ta jeton atë format sepse Alba filloi që të kryqëzohet, do me thënë të gjithë e quanin Albën një vajzë pa mend, një vajzë të sëmur, dhe mua më vjen shumë keq që u përkufizua kështu. Unë mendoj që Alba i shprehte ndjesitë e saj në formën se si i vinin pa e menduar paragjykimin jashtë apo paragjykimin e opinionistëve. Do të shohim në fakt se si do të vazhdon ky format. Tani më jemi drejt fundit. Mendoj që me Albën ndoshta kanë dashur që ta zgjasin edhe 2-3 javë më shumë, por pa Albën nuk ka kuptim sepse Alba ka qenë klikimi vet dhe mendoj që produksioni i Big Brotherit këtë vit ka pak lëshime, ka pak dështime në këtë drejtimin, sepse nuk diti që ta mban balancën javë në javë tek banorët, do me thënë të nxjerrën të gjithë banorët njësoj, ndërsa videot e Albës gjithmonë ishin video më të shkurtra, më të prera, një gjë që Albën e shqetësonte dhe e bëri që Alba të del jashtë. E them që ishte e lodhur pak psikologjikisht, sepse normalisht Alba ka bërë lojë shumë të rëndë, por gjithsesi, domethënë, ishte një banore që përdori sinqeritetin.